Shqipëria ka nivel të lartë të emigracionit në popullsinë e arsimuar në vitet 2023-2024 dhe kthime shumë të ulta të tyre krahasuar me 38 vende të rajonit të Bërgjë. Për llogaritjet e Bankës Europiane për rindërtim dhe zhvillim në raportin e tranzicionit të publikuar së fundmi, tregojnë se rreth 23% të arsimuarve nga vendi ynë tashmë kanë emigruar. Revista Monitor thekson se më keq se Shqipëria renditen Bosnja, Autoriteti Palestinez dhe në një nivel të ngjashëm është Taxhikistani. Të dhënat në grafikun e mëposhtëm tregojnë se vendet e tjera në tranzicion kanë përqindje më të ulta të emigrimit të trurit dhe kthime të lardha. Të dhënat tregojnë se mbi 23% të arsimuarve shqiptar kishin emigruar në 2023-2024, vetëm 2 deri në 3% e tyre rikthehen. Studimi tregon se vendi po hummet më shumë profesionistë se sa arrin të tërheq. Në krahasim me ekonomitë e tjera, Shqipëria pozicionohet në grupin e vendeve me emigracion të lartë të arsimuarve, në nivele shumë të larta se ekonomitë e Europës në zhvillim, përveç Bosnjës, e cila ndër të tjera vuan nga konfliktet ndëretnike dhe mungesa e stabilitetit politik. Sa kaq, niveli i kthimit të profesionistëve mbetet minimal, shumë më i ulët se edhe vendet e tjera të vogla të Europës juglindore. Në këtë mënyrë, Shqipëria nuk po arrin të jetë një destinacion tërheqës për talentet ndërkombëtare, ndërkohë që humbet vazhdimisht profesionistë drejt vendeve më të zhvilluara. Shqipëria ka diferencë shumë të madhe midis daljes dhe hyrjes së talenteve. Studime të tjera vendase kanë treguar se profesionistët shqiptar largohen kryesisht për mundësi më të mira pune dhe paga shumë më të larta në vendet e BE-s, një treg më të qëndrueshëm të karrierës dhe kushte më të avancuara të kërkimit, inovacionit dhe specializimit. Ndërkohë, Shqipëria mbetet pak tërheqëse për profesionistët e huaj për shkak të tregut të vogël, pagave konkurruese të ulta, mundësive të kufizuara në sektoret e teknologjisë dhe kërkimit, si dhe klimës institucionale dhe ekonomike që ende vlerësohet si e brisht. Zhvillimet demografike me ikjen e trurit po i krijojnë vendit rreth vicioz që shtyn më tej emigracionin. Sa më shumë profesionistë largohen, aq më e vështirë bëhet modernizimi i ekonomisë dhe rritja e produktivitetit.